Sheikh Fauzani, hafidhahullah, është pyetur për nëse nuk ka refuzim, pra një njeri nuk do t'i bëj refuzime bidatxhive, edhe nuk do të flase për devimet e tyre, por i mbron ata. Pyetja është, a është kjo tradhti ndaj muslimanëve? Edhe Sheikh Fauzani, hafidhahullah, është përgjigjur, hadha min akbaril ghishi lil muslimin. Do të thënë, kjo është tradhtia edhe mashtrimi më i madh ndaj muslimanëve. As-sukutu ala ahli al-bid'a wa 'adamu bayani bid'ihim hadha min al-ghishi lil muslimin. Do të thënë, heshtja për njerëzit e bidatit dhe mos sqarimi i bidateve të tyre është tradhti ndaj muslimanëve. Dhe thot, nëse i shtohet kësaj lëvdata ndaj këtyre bidatxhive, plus jo vetëm që nuk e sqaron, po edhe i lëvdon, edhe i mbron bidatxhit, atëherë thot hadha ashaddu wa ankar wal iyadu billah. Domthon kjo është edhe më e rëndë, edhe më e shëmtuar, edhe më e tmerrshme, Allahu na ruajt. Pra thot, është obligim ai që ka dituri ti sqaroj bidatet, edhe ti ndaloj njerëzit, ti paralajmëroj dhe jo të hesht. Dhe kjo heshtje, do të thënë, nëse e di ti se dikush është duke përhapur një bidat dhe nuk flet, por hesht, është fshehje diturisë. Dhe Allahu ka thënë, innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'inun. Do thotë, ata të cilët e fshehin diturin të cilën e kemi zbritur ne, do thotë, argumentet dhe udhëzimin që kemi zbritur, pasi ua kemi sqaruar ato njerëzve në libër, do të thënë ata që e fshehin këtë dituri dhe këto argumente, ata i mallkon Allahu dhe i mallkojnë mallkuesit, illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu. Përveç atyre që pendohen, e përmirësojnë atë gabimin që është përhapur dhe sqarojnë, bëjnë sqarim, edhe tregojnë se çka është bidat dhe çka është sunet. Fa ulaika atubu alejhim, do të thënë këtyre Allahu thot, unë ju afal, u apranoj pendimin, wa ana at-tawwabur rahim, dhe unë jam pranuesi pendimit dhe mëshirues. Pra thot Sheikh Fauzani, la yajuzu lil muslimi alladhi indahu ilmun an yaskuta anil bid'i wal mukhalafat. Pra nuk i lejohet një muslimanit që ka dituri të hesht ndaj bidateve dhe kundërshtimeve dhe mos u sqaroj ato njerëzve. Sepse nëse hesht ai, njerëzit do ta marrin atë për argument. Edhe do të thonë, po të kishte qenë kjo e ndaluar, do të thonë, do të kishte fol filani. Po të kishte qenë kjo bidat, nuk do të kishte heshtur filan dietari e kështu me radhë. Do të thonë, kështu humb feja. Do të thonë, duke heshtur secili